Dashuria vjetër e Dianës thyen heshtjen, tregon si gazetari BBC-s manipuloi princeshën. Dashuria e dikushme e princeshës Dianë. Hasnat Khan po flet kundër BBC-s duke pretenduar se princesha ishte manipuluar gjatë intervistës së saj të famshme. Në nëntor, BBC u akuzua për falsifikim të dokumentave për të siguruar intervistën dhe tani kanë një kardiolog, marrëdhënia e të cilit me Dianën filloi në vitin 1995 dhe përfundoi pak para vdekjes së saj në vitin 1997, pretendon se intervistuesi Martin Bashir shfrytëzoi Dianën. Një nga cilësitë e saj më tërheqëse ishte dobësia e saj. Ishte ajo që e bëri të pëlqyeshme atë për publikun. Më vonë e kuptova që Martin i shfrytëzoi ato dobësi, ka thënë Khan, 62 vjeç për Daily Mail. Ai ishte shumë bindës me Dianën. Fakti që ai ishte nga BBC, duke qenë i respektueshëm dhe shumë i devotshëm madje, por ai e mbushi kokën e saj me mbeturina, ka thënë Khan, i cili rrallë ka folur publikisht për marrëdhënien e tij me Dianën. Khan tha se pasi bisedoi me Bashirin, Dianë filloi të besonte se princi Charles ishte në një lidhje me dadon e djemve të saj, T.J. Legbourg, dhe u bë paranojake. Pasi u takuan në një pub me Bashirin me Dianën, Khan tha se porositi princeshën që të ishte e kujdesshme. Pothuajse që nga fillimi ai filloi të më bënte pyetje personale dhe të drejtpërdrejta në lidhje me Dianën dhe marrëdhënien tonë. Pse nuk u martuam? Kur do të martoheshim? Këto lloj gjërash, ka thënë ai. Kishte diçka në lidhje me Bashirin që nuk më pëlqente. Unë i thash asaj që të ishte e kujdesshme ndaj tij. Sigurisht që nuk jam naiv. E dija që kishte një pjesë të Dianës që donte të jepte një intervistë, por pyetja ime është, nëse Martin Bashir nuk do të kishte qenë atje për ta bindur atë, a do ta kishte bërë ndonjëherë? Ka thënë ai. Shoqja e ngushtë e princeshës Dianë, Rose Mangton, i tha Daily Mail më parë se ajo besonte se intervista e BBC-s kontribui në vdekjen e parakohshme të princeshës. Mangton shkroi se intervista e BBC-s e arritur në mënyrë të pandershme ndoshta ndryshoi rrjedhën e historisë, duke bërë që Dianë dhe Charles të fillojnë procedurat e divorcit dhe nëse kjo s'do të kishte ndodhur, me siguri ajo nuk do të kishte qenë në duart e një shoferi të dehur. Dianë ishte e sinqert në intervistën me Bashir dhe u hap në lidhje me luftën e saj me bulimin, prishjen e martesës me princin Charles, presionet e martesës me një monark të ardhshëm në rritjen e djemve të saj. Ajo vdiq më pak se 2 vjet më vonë në moshën 36 vjeç. BBC njoftoi në nëntor se ata punësuan ish gjyqtarin e gjykatës së lartë britanike Lord Dyson, për të udhëhequr një hetim të pavarur rreth paraqitjes së Dianës. Princi William e quajti hetimin një hap në drejtimin e duhur.